Washington Times intervistë me Mariam Rajavi. Joining us now is Mariam Rajavi, President-elect of the National Council of Resistance of Iran and a long-time leader of the principle. Tani po bashkohet me ne Mariam Rajavi, presidente e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit dhe një udhëheqëse e gjatë e lëvizjes kryesore të opozitës iraniane. Nga formimi i saj, një inxhiniere metalurgjike, zonja Rajavi humbi motrën e madhe nga duart e regjimit të Shahut dhe më vonë motrën e vogël, kunatin dhe kunatën nga regjimi i Ajatollahut. Një sakrificë personale e thellë në luftën e gjatë të Iranit për liri. Për dekada, zonja Rajavi ka mbrojtur ndryshimin demokratik në Iran. Plani i saj me 10 pika, i cituar gjerësisht, kërkon zgjedhje të lira, ndarjen e fesë nga shteti, barazinë gjinore, heqjen e dënimit me vdekje dhe një Iran jo bërthamor. Zonja Rajavi ka folur para ligjvënësve në të gjithë Shtetet e Bashkuara dhe Evropën dhe mbetet një nga zërat më të spikatur në botë që kërkon një të ardhme demokratike për Iranin. Zonja Rajavi, faleminderit që u bashkuat me ne. Faleminderit shumë. Siç e dini, analistët dhe ekspertët shikojnë konfliktin midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe suksesin që Shtetet e Bashkuara kanë pasur ushtarikisht. Ata kanë shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm. Keni parë ndryshime në marrëdhëniet në gjirin persik. Marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara duken edhe më të forta, ndërsa Irani duket se është i vetmuar. Udhëheqja është pastruar. Jo vetëm udhëheqësi suprem, por edhe shumë nga udhëheqësit kryesor janë eliminuar atje, dhe megjithatë, regjimi është ende në vend. Disa komentues do t'ju thonë se ai është edhe më i fortë, se rezistenca e tij është aq e madhe sa mund të jetë në një pozicion më të fortë se para 28 shkurtit. A është ky një vlerësim i saktë? Sipas mendimit tim, ky vlerësim është i pasakt, sepse regjimi ndodhet në pikën më të dobët të tij në 48 vitet e fundit. Super kriza që çoi në kryengritjen e janarit, jo vetëm që nuk është zgjidhur, por në fakt është intensifikuar pas luftës. Ky vlerësim injoron 2 realitete kryesore. Së pari, ekzekutimet e javëve të fundit demonstrojnë shqetësimin e thellë të regjimit ndaj të rinjve rebel dhe njësive të rezistencës. Kjo pasqyron forcën e rezistencës dhe dobësinë e regjimit. Siç e dini, vetëm në muajin e kaluar janë ekzekutuar të paktën 23 të burgosur politik, 8 anëtar të mekut dhe komandant të njësive të rezistencës. Këtu me vete kam fotot e këtyre 8 personave dhe gjithashtu 15 të tjerë që ishin pjesëmarrës në kryengritje. Edhe këtu kam me vete imazhet e këtyre 15 personave. Disa antar të familjeve të këtyre martirëve, që u përpoqën të merrnin trupat e të dashurve të tyre, janë arrestuar gjithashtu. Më në fund, analiza që përmendët nënvlerëson gjendjen shpërthyese të shoqërisë dhe akumulimin e pakënaqësisë publike në Iran. The analysis you mentioned underestimates the explosive state of society and the accumulation of public discontent. Regjimi nuk ka rrugdalje nga këto kriza. Mos harroni se vetëm një vit para rënies së diktaturës së Shahut, disa e quajtën atë një ishull stabiliteti, ndërsa të tjerë pretendonin se Irani nuk ishte as në fazën para-revolucionare. Megjithatë, ne pam që në kundërshtim me ato vlerësime, diktatura e Shahut u përmbys me shpejtësi. Yet, we saw that contrary to those assessments, the Shah's dictatorship was rapidly overthrown.